Rikthehemi miq, ndodhem në fshatin Algjinaj, nga pas krave të mi është një bukuri prallore, ne jemi në një rrugë të shkatruar, e cila më poshtë është komplet e shëmbur. Them komplet se edhe kjo pjesa që ka mbetur, gjasat janë që me shiun e parë mund të shëmben. Këtu kalojnë banorët, shumica kanë marrë motor sepse makinat i kalojnë shtëpi, pasi bëhet e rrezikshme kalimi. Shikoni vetë pamjen, kjo rrëshqitje nuk ka shumë që ka ndodhur, por e gjithë rruga është katastrofë. 3 kilometra rrugë për të lidhur peqinin, asfaltin me lushnjen. Përshëndetje. Mirë. Zotëri. Jemi të kënaqur që keni ardhur fshatin Algjinës. Unë quhem Fasli Çuhaj, banoj Algjinës, bashkia Peqit, prefektura Elbasan. Kjo rrugë bëhet 3 kilometra shes kurtim. Kanë ardhur këta, kanë ardhur të ashtu, nuk e kanë shtuar. Na të dyja palë. Kjo është rrugë ekzistuese, sa vjeçare është rrugë? Sa e marrim? Rrugë po të ke 100 vjeçare. Minimalisht 100 vjeçare. Po. Ta është rrugë shekullore. 3 vjeç jam. Biles më shumë sa 100 vjet. Kështu që ne presim nga kryeministri, kjo është pushtet akoma. Kjo se vendor, ta kontrolloj këtë administratë, që çfarë bën me kanë fshat, e bën ose bën. Nuk kontrollohet. Se po të kontrollohet, kjo rrugë bëhet. Sa mbani mend ju premtime në këto 35 vite? Në këto 35 vite, 35 premtime vit për vit. Vit për vit. Vijnë parë votimet, vijnë mas votimet, vetë Nuk e kapni për xhaketet i thoni o zotëri po. Premtove 1 vit se bëre, 2 vjet se bëre, 3 vjet se bëre, po pse? Por para na pron ujë të pishëm. Kur ujë të pishëm ne pagum gjithë na 5 milion lekë kemi ujin vetë. Kanë harxuar 290 milion lekë. Me fakte. Si vetë, çdo shtëpi ka pus? Për këtë punë do të çajë ke depozita ujit, që shtëpi që më ka bënë problem, unë lejen e ndërtimit nuk ma japin, por arsye dom janë ata. E në fajtor të kalon mu. Pra ty s'ti japi leje? Leje ndërtim. Unë e kam bërë ndërtimit me leje, e nuk ma japin. Këta do ta bëj me që më ka rënë rasti, që në rëndë sot tu duhet qajnë ati lërë, do e shifni, do e filmoni, e në përqarë arsye s'ma japi leje ndërtimin mu, ku janë gabime ta, pëse ta majën gabime. Tani bën ndërtimin ata të bën dëm ty? Kur dhe ta shofin. E kuptoj. Jo, edhe për ta qartësuar, se ne pami të t'i vëmë ka po depozitet. Okej. Kanë shpezu lejen, unë jam i vetëm njëri këtu në fshat të Algjinën, në benzinat e jo pa me leje ndërtimin bashkinë Peqin, po desh le të thoj që kush e ka bënë, ndërtimi, firma ndërtuese ka qenë çet jupo. E kuptoj. Ne pegesa vjen po në Peqin, jo po kështu, jo po ashtu, jo po këte, jo po ne. Nëse punë atyre. Po. Unë ato i kam bëu, ja kam thonë që do e bëj problemi ditë, do e bëj momenti që e qartë. E drejta Zotit. E qartë. Përshëndetje. Si e mirë? Si ka vëlla? Ç'a bëhet mirë? Kështu që shpresojmë që ju me të jeni si të fundit thonë. Unë po ta jap billafe kështu drejt për drejt. Po. Sa bërë pa kërkesë për ta shtuar me lekë tona. Edhe kemi dënosi do ta shtojmë 100 milion lekë. Na 2 miliona 3. Do ta bëni vetë, ë? Kjo rrugë do quhet privat më. Kur ata na vinë që na kapin që pse e shtroni, pse s'e shtroni, këtu do të hyj shtetin që kush e ka fajin shteti apo na që pa shtrojmë me lekë tona. Se ka rrezik këtu Fucimburg. Po çish është problemi kryesor, që ne ta bëjmë ta ngjosëm kanar këtë urrin në Itali. Mu të hodën nesër unë do bllokoj. Ta bllokoj unë jetoj në Algjinë, nuk kam problem. Shumë punëtor jam atje. O turp që unë kam bëjt në Itali të punoj, në bujësi. Jo, me këtë begati. Turp për mu që punoj në bujësi në Itali, se nuk është se kam fabrikë në Itali. Len belin të Shqipëri, i ke punë belin të për qarë syje? 1 vit, 2 vjet, 3 vjet, 4 vjet, 5 vjet, për qarë syje? Për qarë? Se do mu talti me malit tonë. Bëm se i shkulli, se nuk shitet malit. Kur ti e bi malë në Makedonia, o babina Serbia, o puna ti që shqipi, nuk e dalojmë ne. Dhe lini zhjokët dhe li qimhërës, unë t'i jap në memra, po ti ishte këtu së dhe qimhërës. Ti ishte këtu, mos më dalim u kësë se s'ka serve e qimhërës. Se e në ka mund, e ka motra ime, e ka tjetëri, që nuk merë lekë të vetë. Vjen gjithë rrugësën e blavë. E merë për dhimi, ikin për në Itali prapë. Po për qarë syje, kështu dhe vejtë gjithë kjo. Pra ne na vret mirë problemet e brendshme, na vret edhe malli importit, apo. Po si? Se nuk mbështetemi sa dhe si duhet. Vjen qumësh në Serbi, nuk marrë qumësh në Shqipëri, ka në fabrikë, tu kam me qumësh vjen në Serbi. Po çuçi? Po për çon qumshin tani. Të lutem. Ka bodi ka ndërtoi ka 25 vjet që ka ndërtuar firmën, aty nuk i shitet qumësh në fabrikën ka zbar, sepse vjen qumësh në Serbi. Të gjithë domate, speze, mollë, që thëtë thashë. Kësne, ime nga ka nullë komplet qeverie në shkojmë kotë të kemi qeverinë, ne, si Shqipëri.
qeveria përdesa nuk funksionon, nuk ballafaqohet me popull. Është kot, nuk them se bulgel vetja. Prandaj të lutem, ju falemnderit për respektin. Këtë punë që misarën tu sot, gëzë respekt nuk vë detyrim, identik si që ishe në koronavirus, i u qoshë çdo robi që ajo goca që të lutem që dha për të nërë gjithë. Po. Shude, po jesë, mos ma mërë për këta. Ti interesohesh për këtë veprim, këtë shprehje që i bëjmë sot në këtë ankesë, ose këtë drejtësi që në ankesë, Unë të thash. ta verifikosh si shkaq, si nuk... Unë të thash, pas 3 muajsh ne do vim këtu, do shohim rrugën, do bëjmë të njëjtën gjë dhe pastaj do shkojmë bashki. Për momentin nuk po shkojmë bashki me argumentin që bashkia ka ardhur dhe ka bërë një premtim. Do shohim. Mbas 3 muajsh do ta mbaj premtimin bashkia për rrugën? Ne ta thash. Në qoftë se nuk e mbajmë premtimin, burrash do vim këtu, edhe i shkojmë te bashkisë atje dhe i trokasim. Po, faleminderit. Siç bën dhe në rrugën. Aneta rikujtohet këtë filmin se nuk flas mos se llavët e shumë me rreth. Faleminderit. Faleminderit. Ta kalojmë, do flasësh apo? Je për një të gjë. Okej, mirë, dakor. Rrugën e kemi problem. Rruga që ka problem dhe për ne, që vim një Jo, ditë. problema është rruga, po është bujësia. Flasim me këtë tjetër. Absolutisht. Se kush do më u kthyn vend, ka vend. Absolutisht. S'ka. Absolutisht. Po Por ti po spate rrugën s'ke ku të shosh as Se ne malli. djojmë men, nuk është se për inu qefër. Ne djojmë në lera më ku flet. Kryeministri jemi të kënaqur me ata që thotë, unë nuk i maj dot lidh. Nuk i maj lidh se që majtin be tot lidh tu. Kush do më i ti i rrugën vet. Ama mund të Alfa një qytetërimi është rrugu i drita. Pra, ne fatkeqësisht po kërkojmë një pjesë të gjërave që duhet i kishim siguruar që në 91 me premtimet, në 93 kur erë demokracia. Tani pas 35 vitesh ne kërkojmë rrugën. Që t'hidheshim ke bujqësia, pretendojmë që të arrim të niveli i Serbisë, se këtu pastaj hapet loja e madhe. Sa shërbeu Ballkani hapur. A ishte Ballkani hapur në dëm të bujqësisë apo në dobi të bujqësisë? Mua më rezulton në dëm. Këto janë histori tjera. 100%. Kupton? Prandaj po them, themi rrugën, do themi dhe bujqësinë, do themi gjithçka. Çfarë të keni ju hall, ne do ta themi. Nuk kemi ardhur as për politikë, asgjë. Politika na ka sjellë të drejtë. Sa politikë.